Pas ndalesës në portin e Sarandës, Durrësi është stacioni i dytë shqiptar ku ankorohet National Geographic Orion. Në bordin e saj ndodhen 108 turistë amerikanë, të cilët e kanë nisur itinerarin nga Greqia dhe do të qëndrojnë për 2 ditë në vendin tonë për të lundruar më pas drejt Kroacisë. Në agjendë kanë vizitën në Durrës, lagunën e Karavastas, me fokus të veçantë pelikanin Kaçurel dhe më pas qytetin historik të Krujës. Jam shumë i lumtur që Sollani në Durrës, Shqipëria është një vend i veçantë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit. Dua që miqtë e mi të njohin Shqipërinë reale dhe sa më shumë të punohet për turizmin, aq më shumë do të rritet interesi për këtë vend. Për këtë vit kjo linjë do të prekë edhe 5 herë të tjera portet e Shqipërisë. Gjithashtu edhe për vitin tjetër ka prenotuar vizitë. National Geographic Orion është një anije 102 metra e gjatë dhe 14 metra e gjerë, me 50 kabina dhe një ekuipazh prej 70 personash. Ajo është e pajisur me mjete zhytjeje dhe mjete të vogla transporti, të cilat vijnë në dispozicion të turistëve për të eksploruar zonat bregdetare dhe reliket në ujore.